Mirë, kthehemi në studio të shohim zhvillimet e sigurisë, do të përpiqemi të analizojmë me ekspertin Drizan Shala. Drizan, përshëndes, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje Gjoj për ju dhe për audiencën e juaj, me lejoni nga unë si personalitet që uroj gjithë besimtarëve të fesë katolike, kërshëndethat, paqja dhe mëshira qofshin me ta. Gëzuar për gjithë ata që na ndjekin. Drizan, ka patur zhvillime të rëndësishme në kuadrin e sigurisë. Shefi i shtabit të Shqipërisë ka zhvilluar takime në Kosovë, gjithashtu dhe me forcën e NATO-s në Kosovë me KFOR-in. E cila ka qenë arsyeja? Çfarë detajesh janë për të ditura? Tani më është qartë që nga marrëveshja tripolçe Kosovë, Shqipëri dhe Kroaci, nga dalë është duke u formsuar marrëveshja e cila ishte si qëllim politik, tani më është duke u shndruar si element ushtarak. Pra vizita e shefit të shtabit ushtrisë shqiptare me shefin e shtabit të forcës së sigurisë Kosovës, ushtrisë së Kosovës, është në vardhën e takimeve dhe njëkohësisht përcaktimit të direktivës së qartë, pra e cila i ka 3 drejtime, është direktiva e parë në përcaktimin dhe krijimin e doktrinës së përbashkët ushtarake, bazuar në kërcënimet reale dhe faktike, me të cilat do të ballafaqohet rajoni Ballkanit Perëndimor, respektivisht Kosova dhe Shqipëria. E dyta do të jetë krijimi i ashtu quajtur brigadës së përbashkët, krijimi e operacionalitetit mes të dyja forcave të Kosovës dhe Shqipërisë, dhe elementi i tretë, i cili është tjetër e rëndësishëm pra në këtë fazën aktuale, është krijimin e industrisë së përbashkët ushtarake. Pra është përcaktuar qartë që bashkëdyzimi i forcave financiare do të minimizonte koston për të prodhuar dhe për të menaxhuar dhe për të garantuar që të ketë minimalisht qendrë të rëndesës mbi të dyja shtetet dhe ushtrisë përkatëse. Dhe njëkohësisht mesazhi i cili më pastaj ka dhe një karakter politik përpas atij ushtarak, të një besueshmërie strategjike të leadershipit ushtarak të forcës armatosur shqiptare. Vizita në komandën e NATO-s në KFOR është një tregues, një vizion strategjik, ku ky vizion po përkthehet në një besueshmëri e cila është e dedikuar pikërisht për forcën armatosur shqiptare, sepse në kuadrat e misionit të KFOR-it janë afro 100 efektiv të ushtrisë, të cilët janë duke krijuar një bazament, një marrëdhënie të qëndrueshme, të një marrëdhënie mes komponenteve të tjera të NATO-s në kuadër të këtij misionit, i cili përpas që ka patur një rol periferik, pra si anëtar Aleancës Veriatlantike, tani më është duke marrë një rol referencë rajonale. Jo keni vërejtur edhe gjatë muajve më parë, ka qenë vizita në portin e Pasharlimanit, pra në portin e forcave dëtare mes shefave të shtabeve të rajonit. Dhe kjo përkthehet në aspektin asaj që në kuadër të këtij bashkëpunimit strategjik mes forcat armatore shqiptare dhe komponentës ndërkombëtare, në fillim të 2027, sipas gjitha gjasave, ne do të kemi zëvendës komandantin e forcës ndërkombëtare në Kosovë nga forcat armatore shqiptare. Ndërkohë, Drizan, aleanca e re në kuptimin e marrëveshjes mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë ka nxitur dhe reagimin e Vučić, ku i fundit ka thënë se këto 3 shtete po armatosen, ironikisht pasi ne të 3 shpenzojmë sa vetë Serbia, dhe gjithashtu ka shprehur zhgënjim me presidentin Trump, tha që priste më shumë nga ky i fundit. Çfarë priste Vučić dhe si e sheh reagimin? Pra, çështja e goditjes së kësaj marrëveshje, Gjoj, është një goditje që është si rezultat i ndryshimeve substanciale, ndryshimeve të cilat kanë një vizion në aspektin e ofrimit të sigurisë kolektive në Ballkanin Perëndimor. Pikërisht për ta goditur këtë marrëveshje e bën atë ku më së shumti pretendon Serbia që mund të arrijë efektin e kësaj marrëveshje, e cila e kalon edhe gjendën aktuale faktike në mes forcave proporcionale të fuqisë së zjarrit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, sepse goditja në drejtim të Kosovës si gjë nuk është i njohur ndërkombëtarisht, nuk ka të drejtë të ketë marrëdhënie të tilla me forcat ndërkombëtare, por njëkohësisht edhe me forcat armatore shqiptare. Është një lloj narrative politike
për të goditur pikërisht rrugtimin e përbashkët. Sa përket çështjes së përcaktimit të qartë të vijës së një mosmbështetje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ndërtim të Aleksandr Vučić, ju dini qartë që vetëm gjatë 2024 dhe 2025 janë afro 5 miliard dollar investime në komponentën ushtarake të Serbisë dhe pikërisht për të kundërvi forcës agresive, e cila ka pretendime territoriale, forcat armatose shqiptare, me në krye shefin e shtabit Gjeneral Kinxhi, por njëkohësisht edhe komponentet të tjera në kodë kësaj marrëveshje tripalqe do të ketë edhe një efekt i cili ndërlidhet me shkëmbimin e informacioneve operacionale për të garantuar dhe për të ndërmarrë veprime konkrete për të ruajtur stabilitetin dhe ekuilibrin e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, sepse gjoj në kuptimin edhe afatgjatë një përcaktim i qartë doktrinar, njëkohësisht një regionalizim me leadership i cili jo vetëm që është duke u dëshmuar në aspektin e Ballkanit Perëndimor, por në Evropën juglindore, për dëshmon faktin që ushtria e Shqipërisë, niveli edhe politik, po më kryesisht niveli ushtarak, e ka përcaktuar tani dhe ka marrë përgjegjësitë që i takojnë një ndryshimi që është duke ndodhur dhe pritet që të përmbyllet në vitin 2030, ku në kuadër të kësaj përmbyllje Shqipëria do të jetë leadership së bashku me Kroacinë në mbështetje edhe nga Kosova në aspektin e ofrimit të sigurisë kolektive për Ballkanin Perëndimor dhe ndaj këtij procesi strategjik Serbia tenton që në start edhe në mbështetjen nga ana e Rusisë, ku edhe vetë ministri Lavrov ka potencuar që një marrëveshje e tillë ushtarake ku është inkorporuar Kosova është në kundërshtim me referencën apo marrëdhënies ndërkombëtare të atij marrëdhënies së Daytonit. Pra tentohet të bëhet një lloj miksi i gjendjes jo faktike në terren për të arsytuar dhe për të garantuar që më pastaj Serbia të mbështetet ende në politikën e sigurisë së Rusisë për të krijuar vetveten si proksin e saj, për të destabilizuar dhe për të interferuar më tutje në politikën e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Drizan, ndërkohë duket se, po themi, në 2025-ën u vure një ndryshim i arkitekturës së mbrojtjes, kemi parë gjithnjë më tepër aleanca lokale. Po flasim për një prej tyre, apo? Padyshim se po, sepse kjo marrëveshje tripalqe dëshmon faktin që koncepti komunit NATO 2030 do të ketë impaktin e saj në kuptimin e krijimit të një regionalizimi, inkorporimi tani në marrëveshje Kroaci-Sloveni, njëkohësisht hyrja e Bullgarisë në kuadër të kësaj marrëveshje dhe investimet që duke bërë nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës e tregon një lloj unaze e cila është kundër agresorit të Serbisë, e cila përdoret nga ana e Rusisë. Njëkohësisht ky model i cili është duke aplikuar dhe tani më është duke marrë formën e saj substanciale, do të aplikohet në vendet e Baltikut, njëkohësisht në vendet e Skandinavisë, po edhe në Evropën qendrore, pra. Duke pa një, themi, diskrepancë në kuptimin e qëndrimeve brenda Aleancës Veriatlantike, sepse gjoj NATO-ja përpos që është një komponent ushtarak, është një komponent politike në të, dhe për të arritur që nëni 5 i NATO-s edhe nëni 4 i NATO-s i marrëveshjes ku i obligon shtetet përkatëse që nëse kërcënohet dhe rrezikohet një shtet apo hyn një shtet i NATO-s në luftë të obliguar të hyjnë të tjerët, duke parë se nuk ka një harmoni të plotë, një diskrepancë mes vendeve të bazuar në interesat e tyre nacionale, është bërë pikërisht kjo marrëveshje dhe do të ketë një reflektim progresiv, një reflektim pozitiv për sigurinë dhe stabilitetin dhe pritet që të shiqohet edhe aleanca e cila tani më vesh se është mes Serbisë dhe Hungarisë, fa impakti mund të ketë në sigurinë kolektive në Ballkanin Perëndimor, duke patur përballë edhe elementin e Rumanisë, e cila vesh se në qëndrimin e saj ka një qëndrim negativ sa i përket stabilitetit dhe sigurisë kolektive, por njëkohësisht edhe gjendjes faktike mbi territorin e Republikës Kosovës, mbi shtetin e Kosovës. Maqedonia veriut nga një turbulencë të brendshme politike, duke mos e përcaktuar qartë as orientimin të cilën ka pasur deri më tani pro-perëndimor, është duke rrëshitur në një status quo që mund të përkthehet më pastaj me ndonjë lëvizje të papritur të një shkëputje nga doktrina e NATO-s në kuptimin e ofrimit të mbështetjes më të tjeshme për siguri kolektive. Malizi, bazuar në qëndrimet të saj, pra kontroverze, sepse dihet se në kuadër të sistemit aktual qeverisjes në Maltezi, ja është një parti politike e cila ka një afërsi dhe një qëndrim të kundër ndaj pavarësisë së Kosovës, por njëkohësisht ka edhe një pretendim
doktrinar, filozofik të botës serbe, prandaj tentativa që përmes Shqipërisë, përmes Tiranës, përmes forcave të armatosura të inkorporohen këto shtete duke i thirrur vëmendjes e tyre që vetëm si trup i unifikuar i një koncepti miniatur NATO mund të arrihet që të ketë një stabilitet afatgjatë për rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke ikur tentative se një shkëputje eventuale territoriale e cila ka një pretendim mbi Moskën dhe Serbinë mbi territorin e Ballkanit Perëndimor. Drizan, lidhur edhe me ecurinë e mëtejshme parë dhe nga koncepti global, çfarë mund të ndodhë në vitin pasardhës? Gjoj, dinamika dhe kërkesat tani më janë në tavlinën e faktorit geopolitik dhe geostrategjik pranë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila po tenton me çdo kusht si planin 20 pikësh që është ofruar Kievit zyrtar të arrijë një paqe e detyrueshme, një paqe e domosdoshme. Mbi këtë paqe të detyrueshme dhe të domosdoshme që dëshiron Shtetet Bashkuara të Amerikës është si rezultat i një filozofie më të gjerë, sepse pretendohet pikërisht përmes sistemit aktual politik që Kina zyrtare të fillojë një ekspanzion jo vetëm ekonomik, po tani madje edhe ushtarak në pjesën e Tajvanit, po njëkohësisht edhe ndikimet e saj në rajonin aziatik do t'i kushtoj një përqendrim më strategjik nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pikërisht për ta minimizuar që të ketë edhe një vatër të dytë të konfliktit, po tentohet me çdo kusht bindet Kievi zyrtar që të akceptojë planin e propozuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por çka më ka rënë në sy është fakti që ambasadori i Ukrainës në Tiranë ka përcaktuar qartazi edhe qëndrimin zyrtar të Kievit, duke thënë jo paqe të domosdoshme mbi tërsinë territoriale. Pra kjo do të jetë themra e akilit në këtë marrëveshje, sepse pretendohet qartazi që Rusisë i njihet territori aneksuar i Krimes në 2014, por njëkohësisht edhe 3 rajone që tani më ka një mbështetje edhe ushtarake, po edhe politike të atyre institucione të dalur nga pas pushtimit nga ana e forcave ruse, që të njihet status quo-ja apo një lloj shkëputjeve të varë nga tërësia dhe njëkohësisht e kemi një qëndrim edhe të prej nga ana e Bashkimit Evropian, qoftë nga Ursula von der Leyen apo edhe nga kancelari Merz, të cilët një zëri kanë mbështetur me tutje dhe janë duke ndarë fondet që të vazhdohet mbrojtja e tërësisë territoriale dhe luftës në Ukrainë, dhe kjo mund të jetë pra një goditje e ardhshme e një tentativës amerikane që të pengohet nga ana e fuqive evropiane për të arritur një paqe të domosdoshme dhe të shpejtë për të minimizuar ndikimin e matutjeshëm të një konflikti të dytë që mund të vijë në rajonin aziatik. Drizan, ndërkohë një ditë më parë në Tiranë u bëhet ditur një tjetër, po themi, konfirmim mbështetjes amerikane dhe Shqipëria, si Kosova që pati gjithashtu një kontratë të njëjtë, ka përfituar nga raketat antitank Javelin. Janë gjenerata e fundit e goditjes së tankeve. Çfarë nënkupton kjo në spektrin më të gjerë? Gjoj, një hap i tillë tani më i përcaktuar qartazin në direktivën ushtarake, pra në bazë të sfidave, rreziqeve dhe kërkesat që vijnë nga pjesa e informacionit që kanë mbledhur shërbimet inteligjente ushtarake partnere edhe të Shqipërisë, është përcaktuar qartazi si antitank Javelin dhe Panzerfaust 3, të cilën ka marrë Kosova, janë optimale për të krijuar bazamentin e parë preventiv kundër një agresori që vjen nga pjesa e palës serbe. Pra në këtë mes është e qartë që ky modernizim, jo vetëm i Javelinave që tani më Shqipëria i ka në përdorimin substancial të ushtrisë së saj, do të ketë edhe armatime të reja, qoftë edhe të sistemet antiraketor që do të vijë nga ana e Izraelit, dhe ky sistem antiraketor do të krijojë një sinergji mes vendeve përkatëse, sepse ne do duhet kuptojmë Gjoj edhe për audiencën që marrëveshja tripolçe bazohet pikërisht këto elemente që ne tani diskutojmë, çdo shtet do të participojë në pjesën e mbështetjes kolektive. Pra, Shqipëria do të jetë prezente edhe me forcat speciale të ushtrisë, por njëkohësisht do të ofrojë edhe pjesën e mbështetjes
neurologjike për flotën detare, Adriatik dhe Jan. Kroacia do të inkorporojë në kodin e kësaj marrëveshje mbështetjen kibernetike për strukturat e kësaj marrëveshje miniatur të NATO në Ballkanin Perëndimor. Kosova do të mbështetet me tutje në ofrimin e një infrastrukture përkatëse për të krijuar një qëndrueshmëri që përket krijimit të fabrikave për prodhim të municionit dhe droneve, dhe gjitha këto të trija së bashku do të prodhojnë që në afatin 2028-2030 edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, industria ushtarake të sinkronizohet dhe të krijohen edhe modelet e para të sistemit antitank apo mjetëve të blinduara që do të kenë prodhimin apo vulën e shtetit shqiptar dhe të Kosovës, dhe kjo është një tregues e qartë të një rrugtimi, por njëkohësisht të një kërcënimi faktik real, që më është në tavolinën e ministrave të mbrojtjes të Aleancës Veriatlantike që kanë kuptuar një regjim. Rusia nuk do të zbrapset dhe mos mbrapsja e Rusisë në kuptimin geostrategjik ka ndikuar dhe do të ndikojë pikërisht për një evaluim dhe themi revolucionar të një industrie ushtarake për të minimizuar dhe për të krijuar një qëndrueshmëri operacionale për në periudha të caktuara kohore. Drizan, ndërkohë për Javelin, është e vërtet që janë, po themi, vrasësit e tankeve, siç kanë pseudonimin ushtarak? Po, sepse në aspektin e përdorimit të tyre janë sistem antitank i cili e ndjek target. Pra, nuk janë të sistemit klasik, ku RPG-t, pra, të cilat do duhet... Stingers janë një model më i avancuar se RPG-t klasike sovjetike, por pjesa e Stingers janë që ndjekin nxehtësinë e motorit të atij mjeti që ti dëshiron ta shkatrosh, qoftë atij helikoptera apo të automatëve të blinduara, ndërsa Javelini është sistem inteligjent. Pra e ndjek targetin, pavarësisht nuk bazohet vetëm në pjesën infrarot apo pjesën termologjisë termike, pra në energjinë termike, po bazohet në targetin inteligjent sepse koka e Javelinave kanë një mikrochip i cili e ndjek targetin, dhe kjo është treguese qartë që do të ketë dhe është duke krijuar një avancim më të tjeshëm i një ballafaqimi të mundshëm në terrenin duke përdorur sistemin klasik. Por çka mund të themi që mund ta deklasifikojmë është fakti që edhe Shqipëria dhe Kosova, që dy vende do të... Si vende pa tanke të paktën të kemi këto? Padyshim që po ne do të kemi mundësinë të prodhimit të droneve shkatrues, veç shkatrues. Kjo është një informacion që mund të deklasifikojmë tani, në periudhën 3 vjeçare edhe Shqipëria dhe Kosova do të kenë në hapësirat e tyre ushtarake dhe të strukturat sigurisë mbi 10.000 dronë të cilët mund dhe janë veç shkatrues, dhe që janë një avantazh i jashtëzakonshëm në fushë betejë për ta minimizuar deri te riforcimi i mbështetjes ushtarake varësisht nga kërkesat që mund të vinë në terren. E qartë, Drizan, shumë faleminderit që ishe me ne kënaqësi të bisedonim. Gjithat mirët. Mirë që ishim me ekspertin e sigurisë Drizan Shanda, se i takon edhe të reja më të fundit nga bota e sigurisë, ka qenë një vit me marrëveshje paqe, por me konflikte të reja, kështu që do të shohim çfarë do ndodh në javët dhe muajt që do të pasojnë. Do të ecim më tej, do të shkruajmë reklama, kthehemi pas pak në studio.